terrorizmus. Nuk e dija keni dhure që në këto tubime, nuk e di që të mitingje, fjalli, foltore, të Sali Berishës, të nga 6-7 ku diun kur del mas dite, që blokon edhe bulevardin Juban Sherra dhe njerëzve që duhen të ecin normal në për Tiranë. Mblidhen 30 vet, 50 vet, shumë pak njerëz. Dhe një moment caktuar, ore, ku e ka hallen ky që del? Qa përfiton me këto? Nuk e ndjen që në vërtet kauza e ti shkatërohet në një element tillë. Me po unë gaboj sepse mendoj ndryshe në atë që konceptohet si tem tash, flusk ose konstelacion ideor i Sali Berishës. Unë mendoj ndryshe sepse unë mendoj alternativën politike, ai nuk ka alternativën politike, nuk i intereson kjo punë fare. Unë mendoj kështu sepse mendoj parimet, ai nuk ka parime. Unë mendoj kështu sepse do të dëshpërohesh, sepse mendoj të vërtetën edhe shërbimin që kam ndaj njerëzve. Ai vetëm shërbim ndaj njerëzve të vërtetës nuk ka. Parimi në dy, si me thënë, hapësira të ndryshme dhe në dy projekte mendimit të ndryshëm që sigurisht janë të papërpullshëm me njëri tjetrin. Unë jam një njeri normal që e mendoj politikën e cila duhet të bëjë një të mirë, kurse ai sigurisht e mendon të mirën vetëm për vete dhe familjen e tij. Po ku është problemi që aty janë vetëm 30 vet, 50 vet, dhe fotografitë, kjo fotografi është vrastare. Të quhesh lideri i opozitës me 15 vet aty rreth rrotull dhe disa 10 tjera shumë gjysma aty janë gazetarë që të ndigjojnë. Kjo është pastaj nonsens kultural dhe politik, po sidomos është një marrëzi filozofike. Po pikërisht këtë marrëzi, këtë degradim filozofik ka në bazën e mendimit filozofik vetë Sali Berisha. Aty vërtetohet qartë, kjo tash përbën edhe thelbin e problemit. Kjo arsye, ky arsyetimi imi tash është ajo që ne duhet kuptojmë se ç'ndodh trut e Sali Berishës. Sali Berishën e ka lëshuar populli, e ka lëshuar shoqëria, nuk i shkon mbrapa më. Nuk ka arsye që t'i shkoj mbrapa më dhe nuk do t'i shkoj më sa tjeta. E para, sepse Sali Berisha është 83 vjeç. Nuk përbën në një shoqëri si e jona, sa do e plakur qoftë, është në mesatare 20, 23 vjeç, 21 vjeç, diçka e tillë. Alternativë biologjike, sepse ka dhe alternativë biologjike. Kush mendon ti të udhëheq përpara një 84 vjeçar nesër, ose 85 vjeçar dhe fjalën 2029. Alternativë filozofike. Në cilën alternativë filozofike mund të ketë besim shoqëria shqiptare? Në momentin që sigurisht është një njeri i cili është nën grata, sigurisht është një njeri i cili raportet me jo vetëm popullin e tij dhe shoqërinë e tij i kanë mbi bazën e rënies njerë nga pushteti në mënyrë katastrofike në 2013 dhe humbjes të disa sjelljeve të mëvonshme. Pavarësisht se thotë mi vodhën komunistat, narkoshteti e tillë. Filozofikisht është i dëmtuar në mënyrë të qartë dhe të pastër. Mungesë të jashtëzakonshme, pastaj e treta, të alternativës politike. Nuk ka një propozim se çfarë do të bëjë ndryshe. Ka thjesht akuzë përmbi atë i cili është në pushtet. Nuk ka asnjë lloj alternative ndryshe, nuk propozon asgjë ndryshe dhe s'ka çfarë të propozojë ndryshe, se nuk ka asgjë të keqe që ndodh këtij pushteti sot, që nuk i ka ndodhur dhe nuk e ka bërë akoma më keq Sali Berisha dje.
i ka të tre alternativat e dështuara, prandaj shoqëria nuk e ndjek. Alternativën biologjike të 83 vjeçarit, alternativën filozofike të dëmtimit opozitar njësoj si në pozit, dorëzimit përfundimtar dhe alternativën politike të mos propozimit asgjëje, që ti të kesh një ëndër për ta ndjekur pas, e cila të bëj pastaj që sigurisht ky pushtet që është sot të duket i konsumuar, të duket më i keq në botë dhe ti shkosh mbrapa këtij burri. Të treja këto alternativa janë të shkatruara përfundimisht me Sali Berishën, prandaj njerëzit nuk i shkojnë, prandaj ka vetëm gazetarët aty që do mbushin emisionet e lajmeve, ka njerëz të nuk e di Syri TV ose News 24 që e pompojnë dhe nuk e kuptojnë që po i bëjnë të keqet madhe shoqërisë, që i shkojnë mbrapa këtij rufjani politik. Ka dhe pastaj 3-4 veta që janë sigurisht ata cilët jetojnë prej tij. Jeton Mulnoka prej tij, Tritan Sheu vazhdon të jetojnë prej tij, djali i Fariballiut, jetojnë pastaj edhe këta të tjerët, Gjermajkat, Gjingjonat, Josefina, jeton deri ajo, si them tash, ajo Tabakja, jeton edhe ky për tupër për faqe xheze edhe ky Ali Mehmeti. Pra, jetojnë këta e mbajnë më tash. Ta qyfyrlit e pushtetit Sali Berishës, të partisë Ti Pro. Këta tash janë njerëz më dëmtor dhe më të shëmtuar se sa vetë Sali Berisha. Grupi parlamentar i tij edhe njerëzit përfaqësues të tij, cilët i vendos ky në rrethe, janë në kohën e sotme akoma dhe më dëmtues të demokracisë se vetë Sali Berisha. Ky është merri politik dhe jo shoqëria shqiptare. Shoqëria shqiptare ka këtë fotografi. Ka që shkojnë mbrapa Sali Berishës. Shoqëria shqiptare dhe populli shqiptare ka abandonuar Sali Berishën. Ato që e mbajnë këmbë nuk është bile as familja e tij, po janë pikërisht këta që mban rreth partisë në pronën e tij, që është Partia Demokratike, Sali Berisha. Këta tipat janë gjithë grupi parlamentar, dhe gjithë ata funksionarë të cilët i mban aty rreth shqupit, rreth ndërtesës tij, pranë familjes tij dhe pranë maskareve ideologjik, filozofik dhe politik që sigurisht Partia Demokratike si pronë e Sali Berishës ka sot. Prandaj mos ju duket kjo fotografi kaq enigmatike. Ajo shpjegon gjithçka. Shpjegon atë në cilën në të vërtetë jeton në fluskën e tij dhe në marrëzinë e tij Sali Berisha. Po kjo marrëzi ka një mbështetje. Dhe mbështetjet janë pikërisht për ta përsëritur për të shumtën herë pikërisht ata që i shkojnë mbrapa. Tash këta janë fajtor shumë më të mëdhenj se sa vetë Sali Berisha. Ai është një keqan i demokracisë, një përdhënues i lirisë dhe demokracisë në Shqipëri, është një shkaktar i fatkeqësive të mëdha, por këta janë njerëzit që e mbajnë akoma në pushtet Sali Berishën. Të gjitha këto shkojnë pastaj në favor të pushtetit sot, në favor të majorancës sotme, në favor të Edi Ramës. Dakord, miqteni. Nëse e lexon me vëmendje çfarë po ndodh në Hungari, të del një përfundim i pakëndshëm për shumë kënd në Europë. Problemi nuk ishte Orbán. Problemi ishte dhe mbetet drejtimi ku po lëviz shoqëria hungareze, dhe ndoshta jo vetëm ajo. U krijua ideja se largimi i Orbán do të sillte një kthes progresiste, një rikthim në binarët e Brukselit, një Hungari më e butë, më e hapur, më europiane sipas standardeve liberale. U hap shampanja shumë shpejt. Por realiteti po tregon diçka tjetër. Ajo që po vjen nuk është një e majt klasike, por një version i ri i së njëjtës frymë, më i paketuar, më i sofistikuar, por jo më i butë. Terma Gyar nuk po e rrëzon narrativën e Orbánit, po e vazhdon atë, ndoshta edhe më fort. Kufit, sovraniteti, refuzimi i presionit nga Brukseli, kontrolli i emigracionit, këto nuk janë më slogane të një lideri të izoluar, por janë bërë pjesë e një konsensusi më të gjerë shoqëror. Dhe këtu lind ironia më e madhe. Orbán, që për vite u trajtua si ekstrem, sot në krahasim duket pothuajse i moderuar. Jo sepse ka ndryshuar ai, por sepse terreni politik ka lëvizur edhe më tej në atë drejtim. Kjo tregon diçka thelbësore. Hungaria sot nuk ka një të majtë të vërtet.
Ka vetëm kundërshtar të Orbánit, por jo një projekt alternativ. Nuk ka një vizion të ri social, ekonomik apo kulturor që të bindë qytetarët se ekziston një rrugë tjetër. Dhe kur mungon alternativa, politika nuk ndryshon drejtim, vetëm ndryshon fytyrë. Europa gabon kur mendon se mund të rrëzojë një ide duke rrëzuar një lider. Idet që lidhen me identitetin, kufit dhe sovranitetin nuk zhduken me zgjedhje. Ato forcohen kur nuk marrin përgjigje reale. Prandaj ajo që po ndodh në Hungari është një paralajmërim. Nuk jemi duke parë fundin e një epoke, por normalizimin e saj. Dhe në këtë normalizim, e majta tradicionale duket gjithnjë më shumë si një boshllëk, jo si një alternativë.